Për shëndetje, TikToku, ja paritakojmë sërish me sezonin e ri mbas pushimeve. Shpresoj që të keni kaluar pushime të mira dhe kujdeseni më shumë këtë radhë për motorat tuaj. Sot prezantojmë një X-Max përshitje, X-Max 250 viti 2015. Motori është me letra me targa me dokumenta, është në gjendje të shkëlqyer, është servisuar tek Ultimoto. Është një motor që është zgjidhja juaj vetme për parkingun në kryeqytet dhe për trafikun kaq të madh. E shikojmë bashkërisht, pra motori është në gjendje shumë të mirë, është me gomë Michelin. Gjendja e tij është vërtet në gjendje shumë të mirë, është i pastër, ka dhe koshin e tij, kosh i cili mund të shërbejë për shumë arsye. Është motor që ka një autonomi për 3.2 litrash për 100 km, është në gjendje shumë të mirë dhe ekonomik, praktik për të ngarë. Pra, një motor i tillë do ishte vetmja zgjidhje për të evituar makinën dhe për të pasur një mjet i cili do ju kursej kohë dhe koha vetvete është para. Ndaj duhet ta kuptoni që pasja e një motori sot nuk është më luks, por është pjesë praktike që do ju shërbejë ju në jetën tuaj për të bërë gjëra më të lehta. Motori vjen me çmimin 3.2 milion lek, 3.200.000 lek. Numri i telefonit do jetë në postimin përkatës. Ndaj nxitoni të bëni një motor për vete, sepse tani në këtë moment alternativa juaj e vetme për të kursyer kohë është një motor skuter që ta keni për veten tuaj. Faleminderit.